Në qoftë se të gjithë do ta përjetojmë vdekjen, siç e di unë, Isai alayhis salam nuk e ka përjetuar. Ma shpjego të lutem. Aleikum assalam wa rahmetullah. Po, ta shpjegoj patjetër. Isai alayhis salam nuk ka vdekur akoma. Isai alayhis salam, çfarë thot Zoti i gjithësisë në Kur'an? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum. Ata nuk e vranë atë, nuk e kryqëzuan atë, por ju ngjasua. Çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'an? Bar rafa'ahu Allahu ilej. Allahu e ka ngrit atë tek ai. Kështu që Isai alayhis salam është gjallë, është në qiell, do të zbresë në kohën e fundit. Siç transmetohet në hadithet e Muhamedit alayhis salam, do të zbresë Isai alayhis salam në kohën e fundit. Më pas do të ndërrojë jetë, sepse Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijoj vdekjen. Kështu që të gjithë do të ndrojnë jetë, edhe Isai alayhis salam, dhe gjithë do të ringjallemi, do të dalim para Allahut të lartësuar.